Të dashur bashkëqytetar, të dashur shqiptar ku do ndodheni, motra dhe vëllezër, mirëmbrëma të gjithëve. Sonte është nata kur shqiptarët mblidhen në familjet e tyre, mblidhen me miqt dhe të dashurit e zemrës, rreth thyezave të gëzimit, shpresave dhe ëndrave të reja për të jetuar së bashku orët, minutat dhe sekondat e ndarjes me vitin e vjetër dhe takimit me vitin e ri. Sonte është nata e miliona urimeve për një vit më të mirë, më të mbar, më të begat, që gjithë shqiptarët shkëmbejnë me njëri tjetrin në të katër anët e globit. Kjo është një natë e madhe e bashkimit dhe solidaritetit ton njerëzor e shpirtëror, tashmë një traditë e shtrenjtë e krijuar prej vitesh. Ndaj, e ndjej si privilegj të marr pjesë sërish në këtë festë të madhe me urimet e mia më të përzemërta për gjithë ju bashkombasit e mi. Nata e ndërrimit të viteve është një natë gëzimi, veçanërisht për fëmijët. Janë ata që festojnë më shumë dhe krijojnë atë atmosferë të mrekullueshme, pa të cilën kjo mbrëmje nuk do të kishte këto ngjyra kaq të larmishme dhe të bukura. Ndaj dhe urimi i parë u shkon atyre. Gëzuar gjithë fëmijëve të Shqipërisë. Ti kemi me jetë, të bukur, të shëndetshëm, të qeshur, të lumtur, plot dritësi e ardhmja që ndërrojmë të ndërtojmë. Dua të veçoj ata bashkëdhetar që për një arsye apo një tjetër nuk janë pranë familjeve të tyre, nuk festojnë në vatrat e ngrohta familjare. Kam parasysh të sëmurët në spitale. Kam parasysh të gjithë ata që kjo natë i gjenë në krye të detyrës, mjekët, infermierët, forcat e rendit, punonjës të sektorëve të tjerë, duke qenë se vendi ka nevojë çdo çast për rend dhe shërbime. Gjithashtu, një urim të veçantë në emër të mbar shqiptarëve për forcat tona ushtarake në Afganistan që mbajnë lart flamurin ton kombëtar kuqezi në përpjekjen e madhe botërore për paqe, rend, siguri e përparim. Gëzuar të gjithëve vitin e ri 2016. Faleminderit për punën dhe sakrificën tuaj. Urimi im për një vit më të mirë dhe më të gëzueshëm shkon dhe për çdo familje që sot u mungojnë të afërmit e tyre, për jetimët, për të ngujuarit, për të pamundurit, për të gjitha ato familje që sot ndodhen në vështirësi ekonomike dhe nuk i kanë mundësitë që do donin. Qoftë viti 2016, viti shpresës dhe lajmeve të mira për ju. Të dashur bashkëqytetar, motra dhe vëllezër, 2015 që po lëm pas, ishte një vit jo i lehtë, që shënoi suksese, por dhe vështirësi. Europa dhe jo vetëm u trondit nga aktet terroriste, që u rrekën të godasin vlerat sublime që ne gëzojmë sot, të cilave të gjithë kombet e civilizuara e liridashse ju përgjigjen me solidaritet të plot. Ky është momenti për të evokuar edhe një herë me bindje të plot, se së bashku do të mundim çdo të keqje e kërcenim që i kanose të ardhmes e të mirës son të përbashkët. Por sonte është momenti edhe për të kujtuar dy ngjarje që e bëjnë vitin 2015 një vit historik për Shqipërinë dhe kombin shqiptar. Kombëtarja shqiptare u kualifikua për herë të parë në historinë e saj në kampionatin evropian që do zhvillohet në qershor të këtij viti në Francë, duke gëzuar një komb të tërë. Ne tashmë e kemi arritur synimin ton, por të ndërrosh për më shumë nuk është një ëndër në diell. Prandaj urimi im për heroin tan, por dhe të gjithë tifozët kuqezi është për një paraqitje sa më dinjitoze të ngjyrave tona në Francë. Gjithashtu, 2 javë më parë Nën Tereza u shpall zyrtarisht shenjtore nga Papa Francesku, duke bërë sërish krenar mbar kombin shqiptar, të cilit kjo grua e rrallë i përkiste, siç e thoshte vetë nga gjaku dhe origjina. Midis këtyre ngjarjeve ku kulmonin gëzimi dhe krenaria jon, ka me dhjetra dhe qindra të tjera me vlerë kombëtare, ku do të veçoja 25 vjetoren e shëmbjes së komunizmit në Shqipëri, ngjarje e cila përcolli edhe një herë një mesazh të fortë dhe të qartë mbi të ardhmen europiane të Shqipërisë. Motra dhe vëllezër, fatkeqësisht shumë nga bashkëqytetarët tanë, kryesisht të rinj,
u larguan nga dheu për një jetë më të mirë gjatë këtij viti. Eksodi i ri i shqiptarëve e shënoi vitin 2015, po aq sa ngjarjet që përmendëm, duke na shkaktuar dhimbje. Mendimet dhe urimet e mia shkojnë sonde për të gjithë ata që janë larguar, bashkë me thirrjen e sinqertë për të mos e braktisur vendin, po për t'i dhuruar gjithë talentin dhe shpresën e merituar Shqipërisë që na përket të gjithëve. Vështirësitë dhe dramat e qytetarëve le të jenë një apel i ri për vendimarrësit, për drejtuesit e institucioneve dhe për politikanët e veçantë, për të bërë atë që presin shqiptarët prej tyre. Reforma në drejtësi, lufta ndaj korrupsionit dhe arbitraritetit, një vëmendje më e madhe për realitetet e shtresave dhe nevojë, përbëjnë imperativin e kohës për Shqipërinë dhe përgjegjësinë tonë të drejtë për drejtë ndaj brezave të ardhshëm, ndaj fëmijëve tanë. Nuk ka më kohë për retorik, për konfliktualitete të panevojshme. Vendi ka nevojë për më shumë punë, për më shumë shpresë, për më shumë dialog. Vendi ka nevojë për më shumë pozitivitet. Urimi im dhe besoj i gjithë shqiptarëve është që viti 2016 të shënojë një kthes të fortë e pozitive në të gjithë politikbërjen në vend, në shërbim të vlerave të dinjitetit njerëzor të gjithë secilit, të lirisë, të barazisë para ligjit, të solidaritetit, të shërbimit me devotshmëri të qytetarëve të vendit, halleve të tyre të përditshme. Të dashur bashkëqytetar, tani numërimi mbrapsht i minutave ka filluar. Të gjithë ju po bëheni gati të tokni godat dhe të shkëmbeni përqafimet e momentit të ndërrimit të viteve. Më lejoni t'ju uroj nga zemra të gjithëve gëzuar vitin e ri 2016. Qoftë një vit i mbar e i bekat për ju, familjen tuaj, të afërmit tuaj e miqtë tuaj. Një vit i mbushur me më shumë dashuri, përkushtim dhe solidaritet në familjet tona, në shoqërinë tonë, në Shqipërinë tonë. Zoti i bekoft Shqipërinë dhe shqiptarët. Gëzuar.